Në një prej ambienteve karakteristike të Elbasanit, në Muzeun Etnografik, Poet dhe Dashamirës të Letërsisë, u bën pjesë e një mbrëmjeje të veçantë, ku në qendër ishin fjala poetike. Vargjet e autorëve elbasanas përcollën emocione, kujtime, dashuri për vendlindjen dhe reflektime mbi jetën, duke sjellë për publikun një panoramë të pasur të krijimtarisë letrare të qytetit. Në këtë aktivitet morën pjesë qytetarë, poetë dhe ardashës, të cilët ndoqën me interes interpretime dhe krijimet poetike. Përmes vargjeve, autorët sollën jo vetëm përjetime personale, por edhe copëza nga historia, kultura dhe identiteti i Elbasanit. Atmosfera e muzeut, e ndërtuar me poezinë, e bëri këtë mbrëmje një takim të veçantë mes artit dhe trashëgimisë kulturore. Për organizatorët, aktivitetet të tilla janë një mënyrë për të mbështetur krijimtarinë vendase dhe për të afruar poezinë me publikun. Një mbrëmje ku fjala mori jetë përmes vargjeve, ndërsa Elbasani u shfaq edhe një herë si një qytet me traditë dhe pasion për artin dhe letërsinë. Është ditën e mbrëmjes që do dëgjojnë poezitë të fituara nga poetët apo nga interpretuesit. Që kanë një vlerë të jashtëzakonshme për jetën kulturore të qytetit. Nuk e di, po besoj e gjykoj që organizatorët pikërisht për këtë gjë kanë bërë. Që të jetë çik më tepër freski se poezia të freskon. Ma beso këtë. Freskon kuptohet nga pikpamja emocionale, jo nga pikpamja fizike. Po edhe emocionit duhet. Prandaj është një aktivitetet e bukura që bëhen. Patjetër që Elbasani është një djem i kulturës dhe kultivimit të poezisë që nga shekuj, sepse jo rastësisht është qyteti i dijes, i arsimit dhe i kulturës, dhe pikërisht kjo verë pak a shumë ka hyrë në një traditë në atë siç e thonë dhe ju figurative freskie me anë të vargut poetik nga poetë të ndryshëm të qytetit të Elbasanit, dhe pikërisht kjo iniciativë dhe kjo ide na bëri bashkë sonte në këtë vend të bukur, një nga baçet e Elbasanit.